20 kompani kosovare të cilat kanë futur në treg për bërës kancerogen. Po ja nisëm me kompaninë Mejka Food. Janë gjetur 20.740 kg mish pule të infektuar me bakterin salmonellë, një bakter mjaft i rrezikshëm. Ashtu siç kemi paralajmëruar, nga sot do të nisim publikimin e një hulumtimi që ka të bëjë me rreth 20 kompani kosovare të cilat kanë futur në treg ose kanë tentuar të fusin produkte ushqimore jo të duhura me përbërës të rrezikshëm, madje deri në përbërës kancerogen. Sot po ja nisëm me kompaninë Mejka Food. Kjo kompani është shumë e njohur për opinionin kosovar, madje pronari i saj është shumë medial, në shumë raste ku promovon dhënien e rrugave 13-14 për punëtorët. Mirë, po secila anë e medaljes e ka edhe anën tjetër të errët. Verio Info ka siguruar një vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, në bazë të së cilit dëshmohet se në kompaninë Mejka Food, më saktësisht në depon e kësaj kompanie, janë gjetur 20.740 kg mish pule të infektuar me bakterin salmonellë, një bakter mjaft i rrezikshëm. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka nxjerrë këtë vendim ku urdhëron kompaninë Mejka Food për kthimin e mallit në vendin e origjinës. Në arsyetimin e AUV-t thuhet se malli është inspektuar në depon e subjektit afarist Mejka Food dhe është përpiluar një proces verbal, me anë të cilit konstatohet se malli në fjalë është kontaminuar me salmonellë dhe i njëjti nuk është për konsum njerëzor. Ky mall, pra këta 20 ton mish pule, është importuar nga Rumania, nga një kompani mjaft e dyshim, pra më saktësisht me një të kaluar të errët që dhe vite më parë ju kanë gjetur në Rumani mish të infektuar me salmonellë. Verio Info ka kontaktuar me pronarin e Mejka Food, Burim Piraj, i cili i pyetur se çka ka ndodhur me ngarkesën pas vendimit të AUV-t, duke qenë se mishi është gjendur në depon e Mejka Food, ai fillimisht thotë se mishi nuk është gjetur në depo së pari. Po e citoj Burim Pirajin. Mishi nuk është gjetur në depo së pari, mishi është importuar dhe nga mostrat e marra në kufi për analizë ka dalë me salmonella. Për shkak të kostos së zgjesimit kemi kërkuar që malli të kthehet në origjinë, pra është fjala për Rumani. Malli në kontrollin e plot është ngarkuar dhe kthyer prapë. Mirë, po Verio Info i ka kërkuar prapë përgjigje tjetër në lidhje me këtë pretendim zotit Piraj, ku i ka prezantuar faqen 2 të vendimit të AUV-t, cilën mund ta shihni edhe në ekran, ku thuhet se malli është inspektuar në depon e subjektit afarist. Pra, një demantim i plot ose një lojë fjalësh nga Burim Piraj për ta zhvendosur vëmendjen prej kufirit e jo në depon e kësaj kompanie. Në përgjigjen e dytë, zoti Piraj thotë, normal që është inspektuar, e ka kuptimin se agjencia ka urdhën ka inspektuar para se të kthehet prapa, është gjetë në gjendje të ndarë ashtu siç është urdhëruar të ruhet e mos përdoret. Shtrohet pyetja çka me mishin e futur të cilën nuk e inspekton AUV, se sigurisht jo secili mall që futet në kufi i bëhen analiza. Këto është një modalitet i përzgjedhjes. Çka me ata mish që futet pa u kontrollu? Çka nëse AUV nuk e kish kontrollu? Atëherë i bën që Mejka e kish fut këta mish dhe kish nxjerr produkte tjera të kompanisë të cilat janë me mish të përpunuar. Po çka është salmonella në realitet? Salmonella, nga shënimet lehtë verifikueshme në internet, thotë se është një bakter që shkakton sëmundje, zakonisht gjendet në ushqime, me simptomat kryesore të salmonellës janë diarre, temperaturë, dhimbje barku, të përzira me të vjella, dhimbje kuke, lodhje. Simptomat shfaqen 6-72 orë pas konsumimit të ushqimit. Mirë po. Më rëndësishmja është se pas një analize që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, del se me salmonellë në SBA infektohen çdo vit 1 milion njerëz. Prej tyre 26.500 mesatarisht shtrohen në spital
dhe ka rreth 420 vdekje në SBA për shkak të salmonellës. Përveç Mejka Food, Verio Info do të publikojnë ditët e ardhshme edhe kompani tjera me emër edhe pronarët e tyre me emër e me mbiemër që janë të përfshirë në skandale të futjes ose tentimit të futjes së produkteve ushqimore jashtë standardeve ose me përbërës të rrezikshëm në Kosovë.